Sistemi i ndriçimit të rrugës pas kodrave të Tepes Shëlidha Jasmin me lagjën Mark Lula tashmë është totalisht jashtë funksionit. Vetëm shtyllat metalike kanë mbetur si dëshmi e ekzistencës së këtij sistemi, i cili u instalua në mars të vitit 2022, por çuditërisht nuk funksionoi asnjë javë dhe ndriçimi u ndërpre. Kështu 4 vite nuk mjaftuan që sistemi i ndriçimit të kësaj rruge të riparohej, por u la në mëshirë të fatit. Rregullimi i kësaj rruge 4 vite më parë u mirëprit si nga qytetarët e Jasmës, ashtu dha ato të lagjës Mark Lula, pasi përbën një mundësi të mirë çarkullimi në drejtim të urës së Baçallakut dhe Anasjeltas, pa pasur nevojë të çarkullohet në akset kryesore të qytetit. Në funksion të këtij projekti u instalua dhe drejtimi për të normalizuar çarkullimin gjatë natës në këtë rrugë periferike të qytetit, e cila para se të asfaltohej kishte qenë jashtë kontrollit dhe krejtësisht terreni elementeve të inkriminuara. Kështu nga kjo rrugë totalisht me groh po asfaltuar dhe u kthye në një segment normal çarkullimi me përjashtim të mungesës së ndriçimit, i cili u instalua por nuk i mirëmbajt dhe u lan të degradojë. Bashkia e Shkodrës si administratore e të gjitha rrugëve të qytetit ka përgjegjësinë dhe detyrimin të ndërhyrë për kthimin e funksionit të sistemimit të ndriçimit të kësaj rruge dhe mirëmbajtjen e tyre. Kjo jo vetëm për faktin se çarkullohet 24 orë, por edhe sepse rreth 20 familje të komunitetit kanë kthyer këtë zonë të banuar me banesat e tyre.